Shkohet flasim për shëndetin e kockave, do ndalemi tek osteoporoza për të kuptuar se si ne arrim të kemi një diagnozë të saj. Çfarë do të thotë stili ynë i jetesës përsa i përket ushqyerjes, por edhe kujdesit që duhet të tregojmë. Nga një anë tjetër, edhe qëndrimi ulur apo një jetesë sedentare mund të sjellë në osteoporozë. Gjithashtu do duhet japim edhe disa këshilla përsa i përket kujdesit që duhet kenë edhe gratë mbi 50 vjeç, teksa bëhen gati për të kaluar një fazë tjetër të rëndësishme të jetës që është edhe menopauza. Gjithë diskutimin e ndërtojmë me zotin Ardian Kraja, i cili është mjek në Florida. Përshëndetje, ne si që lidhemi së bashku. Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën. Ardian, ne bëm një përshkrim të parë për gjithë ata që po na ndjekin dhe që ndoshta e gjejnë veten dhe mbase janë të shqetësuar për shëndetin e kockave. Çfarë është osteoporoza për t'ia thënë edhe publikut që po na ndjek në mënyrë që të ketë një definicion më të qartë për këtë problematikë shëndetësore? Osteoporoza është një smundje e kockave e cila fillon mbas moshës 50 vjeç, sidomos për gratë dhe mas moshës 60-65 vjeç për burrat. Është një smundje e paksimit të qelizave kockore, pra ashtu sikur se në përgjithësi qelizat e trupit fillojnë e plaken, edhe qelizat e kockave fillojnë e plaken. Por kjo nuk është domosdoshmërisht që duhet të kemi plakje qelizave kockore. E vetmja gjë që mund të parandalohet është plakja e qelizave kockore. Pra, nëse osteoporozë, neve kemi edhe fjalën poroz, pra qelizat siç është poroz, siç i kemi thënë gomë poroz ose diçka. Pra poroziteti që vesh kockën. Ka densitetin e ka më të ulur, fillon e ulet densiteti i kockave, pra fillon e mbungon ai numri i qelizave. Kjo nuk kalon direkt në osteoporozë, pra është një smundje e heshtur, nuk kalon në osteoporozë, por kalon në fazën e parë, që është osteopenia, pra kemi një zvoglim të numrit qelizave kockore dhe më vonë kalon në osteoporozë. Gjithmonë duhet kihet parasysh që kjo është diçka e trajtueshme, pra me suplementet dhe me ilaçet e duhura dhe me ushtrimet fizike të duhura, me mënyrën e jetesës dur, kjo është një diçka e rikthyeshme. Nuk është një smundje që duhet dorëzohemi e duhet themi na zuni tash. Kjo është e pashurueshme. A duhet konsumojmë lëng kockash për kocka të forta? Më tepër nuk është lidhje me lëngun e kockave. Sigurisht që lëngu i kockave ka vlera shumë të mira, por nuk është ajo që forcon kockat. Është mënyra e jetesës, stili i jetesës. Me fjalë, ato persona që pinë cigare, ato persona që konsumojnë alkool, ato persona që nuk dalin diell, ka të ndikoj shumë osteoporozë bëjnë ato njerëz të cilët janë në një masë trupore të vogël, aktiviteti fizik, pra ka disa faktorë që ndikojnë për dobësimin e kockave. Edhe njëkohësisht hormonet, me fjalë lëvizjet e hormoneve, sidomos për gratë kanë. Po, pse duhet të shqetësohen gratë mbi të 50-at që po bëhen gati për të shkuar drejt menopauzës? Sepse atëherë është mosha kur kjo fillon. Ndryshimet hormonale që ndodhin, atëherë fillon edhe dobësohet, ulet numri i qelizave kockore, edhe ajo është momenti më i mirë që gratë duhet fillojnë edhe të marrin suplemente, duhet bëjnë analizë, është një analizë që i thojnë DEXA-scan, unë bëra një video para disa kohë që vendoset thjesht kyçi dorës, edhe ekzaminohet këtu forcia e kyçit dorës, edhe nëpërmjet kësaj shikohet sa është densiteti, sa është ndërsa një ekzaminim tjetër më i hollësishëm është duke shkuar tek repartet radiologjike që bëjnë ekzaminimin e vertebrave, të shpinës, të shtyllës kurrizore, ekzaminimin e hipit, luksacionit koksofemoral, pra nëpër këto në kockat e mëdha, pra ai kërkon një rrezatim pak më të madh për të ekzaminuar kockën, edhe jep tamam moshën e kockës. Pra, ti mund të jesh 50 vjeç, ndërsa mosha e kockës thotë je 70 vjeç. Prandaj këto janë ekzaminimet që duhet ta diktojnë përpara. Në momentin që diktohet, duhet filloj trajtimi. Trajtimi është trajtim i thjeshtë, sidomos ka edhe mjekime, por duhet fillohet në fillim me suplemente. Suplementet kryesore janë kalciumi dhe vitamina D. Me fjalë, po nuk e morë vitaminën D, nëse vitaminën D e ketë ulur, nuk funksionon sa do shumë kalcium që të marrësh nuk funksionon. Vitamina D mund të themi është si puna e Chelsea që i hap derën qelizave për të futur kalciumin brenda. Kalciumi është diku merret te 1200 mg në ditë.
por trupi jonë nuk është i aftë për ti jep kalcium sa të dush trupit, nuk është i aftë që ta thithi atë kalcium që ti jep. Prandaj është mirë që ti jepet dikun te 600 mg, 500-600 mg, është i aftë trupit që ta thith në vakt. Prandaj edhe tabletat e kalcium mund ndalen 2 herë në ditë, për shembull nga 600 mg, edhe kjo është aftësi, ky kalcium ka aftësi trupi jonë që ta përthithi. Njëkohësisht edhe për vitaminën D, dikun te 1000 units, diçka e tillë, por vitamina D është më e mirë kur merret nga rrezatimi diellor. Pra, duke dalë diell, në diellin e mjesit, tash që jemi në këtë stin s'ka problem me fjalë sepse mund dalësh në çdo moment në diell, por kur është periudhën e verës, duke shfrytzuar diellin e mjesit nga ora 9 deri në 10, por njëkohësisht themi me dalë në diell, por duhet me ekspozuar edhe lëkurën, sepse lëkura është vendi ku Zoti Kraja, metabolizmi. Na oriento të lutem, cila është forma e dur për të marrë vitaminën D nga dielli, jo nga suplementet? Një qëndrim, një pozicion fizik, sepse ka shumë pikë pyetje me këtë të fundit. Për këtë të fundit. Ato po them, mi fjalë, rrezatimi diellor duhet të jetë diell direkt, pra nuk duhet të jetë diell që është mas dritareve. Nuk e merr mas dritareve atë vitaminën D, nuk arrin ajo lloj rreze që i duhet lëkurës që të metabolizojnë edhe të krijojnë vitaminën D që krijohet në lëkurë. Atëherë, duke dalë jashta, nga ora 9 deri në 10 në verë ose nga ora 4 deri në 5 masdite, me fjalë që është ai dielli më i dopt, nuk e di tash si janë ato lëvizjet me kohën, por është krejt e mjaftueshme 2 herë nga 15 minuta vetëm krahët me i pas jashta. Pra duhet të ketë njeriu një kontakt me lëkurën. Pra mjaftojnë vetëm me krahët shkurta, edhe aq i duhet trupit që të metabolizojnë çdo ditë për me dalë nga gjysmë ore i çarkor para ditë, i çarkoret masditet, edhe aq është më se e mjaftueshme. Por mund të dalësh në diell, po dalësh me kapele, me krahë gjata, edhe me 10 nanhije, kjo nuk quhet, nuk po e metabolizon vitaminën D. Nuk e di, a jam i qartë? Je i qartë, patjetër. Dhe për popull si Shqipëria, dhe pse kemi në fakt shumë ditë me diell, sërish ne jemi në mungesë, është e vërtetë ato vitaminës D kur ne bëjmë atë matjen. Është krejt e çuditshme edhe këtu në Florida ku unë jetoj, dihet është vendi i diellit, edhe këtu shumë pacientë mi, po kur them shumë, një numër shumë i madh, po them pothuajse të gjithë pacientët, 90% e pacientëve janë me vitaminë D të ulur. Edhe kjo si duket është ai efekti i njerëzve që evitojnë qëndrimin në diell, edhe i largohen qëndrimit në diell, njëkohësisht ka të ndikojnë edhe metabolizmi e ka të ndikojnë edhe shumë faktorë tjerë. Por duke pas diell shumë, njerëzit përpiqen për me evitu, me fjalë rrinë në hije, në çadra, me krahë gjata, edhe duke evitu, atëherë nuk e krijojnë atë mundësi. Por sigurisht që edhe ajo vitamina D, deposh, vjen një moment që mbarohet, nëse e ke gjatë verës edhe gjatë vjeshtës në ban, pastaj nga dimri edhe nga pranvera është e rëndësishme ta marrim edhe për me suplementeve. Mund të merret edhe me suplemente. Mirë, Zoti Kraja, na lejo, ndoshta gjuha që ne përdorim nuk është shkencore, jo pa qëllim, sepse duam që gjithë ata që na ndjekin këto momente edhe ta kuptojnë për çfarë po flasim. Mundohemi ta thjeshtëzojmë bisedën, siç ju po bëni, por nëse në një kohë ndoshta të vranët kemi dhimbje kockash, rritet lagështira e atmosferës, pra, kur prishet koha, pse neve na dhëmbin kockat aty ku kemi patur fraktura, për ta kuptuar më qartë? Atëherë, kjo mendoj se ka lidhje, nuk ka lidhje me osteoporozën. Mi fjalë janë disa smundje kur dëgjon osteo, janë disa smundje me radhë, por gjitha këto lloj smundje janë krejt ndryshme nga njëra tjetra. Kjo që ju sapo thatë ka lidhje me osteoartritin. Është një lloj plakje tjetër e kockave, të cilat shoqërohen me dhimbje. Edhe sigurisht këto shoqërohen më të moshuarit, sepse ndodh ai fenomeni i bymimit të kockave, edhe duke qenë që sinovja ato i mbledh fort. Atëherë, duke mos pas mundësi për me u zgjeru, ato janë kalcifikuar me kalimin e moshës, atëherë krijohet ai fenomeni i dhimbjes. Edhe prandaj moshat e vjetra ndigjojnë kohën. Në fakt ato ndigjojnë lagështirën. Është lagështira ajo që ndikon edhe, por është komplet smundje tjetër nga osteoporoza. Është osteoartrit. Pra është plakje e kockave nga inflamacioni. E qartë, çfarë mund të themi, a mund të nis osteoporoza në një moshë më të herët se 50 vjeç, a ka raste, sepse ndonjëherë duhet të ndodhë një frakturë që të mësojmë që ne vuajmë nga osteoporoza?
Frakturat janë trauma, fraktura ndodhin edhe në mënyrë natyrale, me fjalë, nuk është e thënë që çdo kockë që thehet është e thyer nga osteoporoza. Ka dhe smundje tjera të cilat janë smundje të kockave që shoqërojnë gjithë moshën e fëmijërisë, ka dhe smundje mikrotumore të vogla të cilat mund të krijojnë premisa për fraktura, janë disa ciste kockore që krijohen edhe mund të krijojnë premisa për fraktura. Prandaj në momentin që bëhet një frakturë, në qoftë se trauma ka qenë traume vogël, jo traume konsiderueshme, atëherë duhet investigu me kujdes kocka dhe gjithmonë, unë kam qenë mjek ortoped traumatolog në Shqipëri edhe në momentin që shikoj një frakturë, që shikoj, dyshoj sadopak për frakturë patologjike, me herë merrej materiali aty edhe bëj ekzaminimin laborator i çfarë mund ta kishte shkaktuar atë lloj frakture. Qartë, do një këshill për gjithë shqiptarët që po na ndjekin, se kështu i drejtohemi te fundit të bisedës, kategorikisht mos bëni këtë sjellje dhe patjetër konsumoni ndoshta disa produkte që janë të rëndësishme për luftimin e osteoporozës. Atëherë produktet e rëndësishme dihet se cilat janë, me fjalë kosi, qumshti, veza, perimet, jeshilliqet edhe këto tjerat që dihet që e furnizojnë trupin me kalcium. Kalcium, po. Dihet që qëndrimi në diell furnizon trupin me vitaminën D. Njëkohësisht janë disa ushtrime me peshë trupore. Peshat trupore, me fjalë me pesha, ato janë ushtrimet të cilat e bëjnë kockën të aktivizohet. Jo çdo lloj ushtrimi e bën kockën që të aktivizohet edhe të forcohet. Për osteoporozën janë disa ushtrime të veçanta që duhet për me ndihmu. Njëkohësisht, të gjithë moshat e vjetra, i them edhe prindëve të mi, mendoni se tashti duhet me hec me kokë ulur, duhet me pa me kujdes në çdo moment ku vendoset hapi. Duhet me heq ato rrugicat e tepërta, ato tavolinat e tepërta, karriget e tepërta, moshat e vjetra nëpër shtëpi. Duhet kenë shumë kujdes, duhet vendosin aty ku shkojnë te vaska, duhet vendosin ato majtas djathtas që ta shoqërojnë në çdo moment. Duhet mos hecin me zbath ose me çorape, sepse e lagur edhe mund të krijojnë shumë momente të pakëndshme, edhe një frakturë në një moshë të vjetër është të detyron me ndryshu gjithë stilin tanë jetesës edhe stilin e familjarëve tuaj, sepse do detyrojnë gjithë njerëzit me të shërby edhe prandaj duhet të jenë shumë të kujdesshëm që të evitojnë osteoporozat. Njëkohësisht ka dhe mjekim, nuk fola, edhe për mjekimin, njëkohësisht ka dhe mjekim për osteoporozën, është një mjekim shumë elegant, me fjalë është tableta alendronat që merret kur diktohet që ke osteoporozë, 70 mg që merret një herë në ditë, një herë në javë, edhe ajo tablet është e rëndësishme shumë që të merret esull me pak ujë. Edhe njëkohësisht trupi për 30 deri në 60 minuta duhet me ndajt në kam. Nuk duhesh me ushtri, sepse atëherë krijon probleme me ezofagun. Pra, është shumë e rëndësishme. Ka tableta, ka injeksione tjera të cilat mund bëhen një herë në muaj, ka injeksion që mund bëhet një herë në 6 muaj, ka injeksion që mund bëhet intravenoz një herë në vit për osteoporozën. Pra ka terapi nga më të ndryshmet. Gjithmonë duhet bisedu me mjekun tuaj, me mjekun familjar edhe me shikues se cili është terapia të cilën ju jeni personi i përshtatshëm. Qartë, doktor, ne të falenderojmë shumë për këtë bisedë. Vlerësojmë shumë mendimin tuaj dhe një përshëndetje të përzemërt për komunitetin shqiptar të profesionistëve në Florida. Një shkodran që na krenon në Florida. Faleminderit. Faleminderit, Kënaqësi e veçantë. Do rrim tek mjekësia, por kur mjekësia kemi dedikuar ditën sot. Ti shërbej të bukurës. Shkojmë në shkëputje dhe kthehemi vetëm pas pak.